Ndodhit aktuale politike, temë kryesore në takimin mes kryeministrit Mickoski dhe kreut të ASH-s Arben Taravari. Shefi i ekzekutivit i ofron Taravarit dy mundësi, të vendos për qeverinë që ka prioritet reformat apo për opsionet që sipas tij me vite shkatroj shtetin. Po mene ima dve opcije za izbor. Jedna opcija je ovako što je nudi ova vlada. Në përgjithësi do të doja të dëgjoj se si mendon për zhvillimet e fundit që janë të njohura për publikun. Sipas meje ka dy mundësi për të zgjedhur. Njëra është ajo që ofron kjo qeveri e reformave, ndryshimeve dhe rezultat për qytetarët, dhe mesazhi i dytë është opsioni që prej vitesh, do të thoja për më shumë se 2 dekada, kriminalizoi shtetin, shkatroi institucionet dhe praktikisht gjunjëzoi shtetin dhe qytetarët e tij. Opsion të tretë nuk ka dhe do të doja të dëgjoj nga Taravari cili opsion është për atë, sepse unë nuk shoh opsion të tretë, deklaroi kryeministri Kristian Mickoski. Si njeri, Mickoski ka mendim pozitiv për Taravarin, por këtë nuk e thot edhe në aspekt të imazhit politik për të. Kryeministri siguron se qeveria është stabile dhe nuk do ta lus Taravarin, do si do të mbetet pjesë e ekzekutivit. Për këtë arsye, lojrat në prapasken janë lojrat që shihen dhe identifikojnë lehtë. Gjatë jetës askënd se kam lutur dhe se kam mendjen dikë ta lus. Me apo pa zotin Taravari, qeveria është stabile, e fuqishme dhe i mbetet atij dhe bashkëpartiakëve të tij që të vendosin, theksoi Mickoski. Ndërkohë Taravari nuk pret ndonjë bisedë specifike, pasi që tashmë pozicioni i partisë së tij është i njohur. Me zotin Mickoski jemi komunikim të vazhdueshëm, kështu që nuk presh diçka të veçantë, ne i kemi thënë qëndrimet tona, jemi parti autonome, i sjellim vendimet vet, do t'i sqarojmë disa punë që mendoj se mundësia i ka të paqarta, definitivisht Alianca për shqiptarët del me lista të veçanta, për këshilltar kurse për kandidat për kryetar komunash, me shumë gjasa do t'i ketë kandidatët e vet. Arben Taravari tha se në momentin që do të vendosin që të bashkëpunojnë me BDI-n, nuk do të duan që të jenë pjesë e qeverisë. Taravari tha se bashkëpunimi me Vlenin është derë e mbyllur, por bashkëpunimi do të jetë në bazë të demografisë së komunave, ndërkohë që përsëriti se në rast të bashkëpunimit me ndonjë parti opozitare do të largohen nga qeveria. Unë e shoh që Vleni sikur serviloset dhe me çdo kush mundohet të jetë në qeveri. Në qoftë se është kusht ky, neve s'na pengon as pak hiç. Le të vazhdojnë, le të rrim, po duken keq prej përjashta dhe lejmë përshtypje shumë të keqe, për neve nuk ka asnjëfar problemi. Në qoftë se është ky kushti, me kënaqësi do ta pranojmë. Në moment që do vendosim ose kur kryesia e partisë të vendoset që të shkojë me BDI-n, as që kërkojmë ne vend qeveri, as që duam të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash kryesia qendrore ka vetëm një vendim, se dalim me listat tona të veçanta për këshilltar komunal. Kurse për bashkëpunime, tash me Vlenin e shoh se është derë e mbyllur, në zgjedhjet lokale janë pak më ndryshe se sa zgjedhjet tjera. Në bazë të strukturës demografike të ndonjë komune, ashtu edhe bëhen bashkëpunime. Ne jemi parti autonome, vendosim dhe i sjellim të gjitha vendimet në organet tona partijake. Kur të sjellim ose nëse sjellim që të bashkëpunojmë dikundi me ndonjë parti tjetër që nuk është në qeveri, nuk e shohim veten më të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash nuk kemi ashtu vendim. Përçarja e koalicionit Vlen si pjesë e qeverisë rezultoi me shkëputjen e ASH-s së Taravarit nga kjo përbërje, veprim të cilin Lëvizja Besa, Alternativa dhe Lëvizja Demokratike e quajtën vetëpërjashtim të ASH-s nga koalicioni që u formua në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar.